prej fillimit procesin, kur ne kemi dalë në zgjedhje, ne kemi pas secili subjekt politik, kandidatin e vetë për kryetar, edhe qytetarët e Republikës në këto zgjedhje e kanë votu Albin Kurtin si njeriun më të votuar në histori, si liderin politik më të votuar në Republikën e Kosovës. Kështu që mendoj që kjo është një mesazh që qeveria Kurti 3 është sigurisht mision i mundur. Se su bo vikendit? Tani nëse e shohim se qa ka ndodhë në Kuvendin e Republikës Kosovës, mendoj se ka qenë e qartë se në këtë legislatur e kemi pas një opozit të bashkuar rreth inatit edhe xhelozisë politike, edhe nuk kanë qenë në gjendje për asnjë ditë të vetme, as me e pranu rezultatin e zgjedhjeve, edhe as me ul e me mendu racionalisht për interesin e shtetit, për kundrazi prej hapit të parë në konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës, ata e kanë përdorur secilën metodë për me e pengu qeverin Kurti 3. Asë si keni afruar shumë zënja Feza? Unë mendoj që veprimet e lëvizjes vetëvendosje të gjitha kanë qenë në frymën e bashkëpunimit edhe shumë konstruktive. Të fillu prej votimit të mandateve, të cilën e kemi bërë si deputet Kuvendit të Republikës, të ofru mundësi bashkëpunimi, duke ftu takime konsultative, duke bërë të qartë, si fillimisht për çështjen e konstituimit të Kuvendit, ndarjen e konstituimit të Kuvendit nga qeveria, pastaj duke ofru mundësi bashkëpunimi e një muri elementës të tjera të cilat i kanë ndiku, po besoj, jo vetë që kanë ndiku, po e kanë tregu vullnetin që ka pas lëvizja vetëvendosje për bashkëpunim, edhe për materializim në fakt të vullnetit qytetarëve të Republikës. Çfarë tha